Këtë herë do të vim me një histori të një gruas nga Gostivari, pikërisht është 38 vjeçe, por ka një histori shumë të dhimbshme. Jam 38 vjeç dhe jam nga Gostivari. Sot flas, por zëri më dridhet se kjo histori nuk është rrëfim. Është një plagë e hapur para 10 vitesh. Humba atë që një nën s'mund ta humba askur, fëmijët e mi. Dua që çdo kush që më dëgjon sot ta di se dhimbja ime nuk është dhimbje, është torturë e gjallë. Në vitin 2010 u martova. Isha 23 vjeç, vajzë e qetë me ëndra të thjeshta. Një familje, një shtëpi të mbushur me qeshje, një jetë pa dhunë. Në fillim ai dukej perfekt. Fliste me butësi, të premtonte gjithçka. Nëna ime më thoshte ke gjetur burr të mirë vajza ime, dhe unë e besoja. Kur lindi djali ynë i parë, më dukej sikur jeta ime mori dritë. Pastaj lindi vajza. Unë nuk kisha më botë tjetër përveç tyre. Por sa më shumë që fëmijët rriteshin, familja rritej, aq më shumë ndryshonte ai. Në fillim ishin fjalët ku dole, pse je vonuar, kush të shkrua në telefon. Pastaj filluan ofendimet, s'vlen asgjë, ja s'kushi për mua. Dhe një natë kur fëmijët flinin, ai më shtyu për herë të parë. Dhe të nesërmen më kërkoi falje me lule, me lot e me fjalë të bukura. Por unë mësova një gjë. Njeriu që të godet një herë do të godas edhe 100 herë të tjera. Ai filloi të më mohonte çdo gjë. Nuk më linte që të punoja, nuk më linte të flisja me familjen, nuk më linte të dilja, nuk më linte të kisha shoqe. Ai më thoshte ti je pronë e imja, pa mua nuk je askush. Në shtëpi ishin fëmijët dhe kjo më mbante që të heshtja. Ishte mbrëmje janari. Bora binte dhe fëmijët flinin. Ne u grindëm sërisht, por këtë herë ai më zvariti në korridor, më përplasi pas murit edhe më tha: do të zhduk nga fëmia. Dhe nga shtëpia, fëmijët nuk do të shohin kurrë më. Unë qaja dhe i thoja mos ma bëj këtë të lutem, mos mi merr fëmijët. Ai doli dhe pas një ore u kthye me policin. Ma akuzoi para tyre se isha e dhunshme, se kisha probleme psiqike, të gjitha gënjeshtrat dhe policia më nxori jashtë. Zbathur pa xhaket në mes të borës, duke dëgjuar fëmijët që po qanin e më thrisnin. Mami mos shko, mami mos më ler. Unë u rrëzova para derës duke bërtitur për askush nuk kapi asnjë gjë. Ai ishte nata që një nën vdiq, por trupi i saj mbeti i gjallë. Të nesërmen shkova në polici, thash më kanë marrë fëmijët padrejtisht. Ata vetëm ngritën supet edhe më thanë, shko në gjykat, na sill dokumentet, do bëjmë verifikime. Dhe kështu filloi mangthi i pafund. Shkova në gjykat 37 herë. Kam pasur 11 advokat. Kam të shkuar 84 kërkesa zyrtare. Kam trokitur në çdo institucion. Çdo derë që hapej mbyllej përsëri. Fjala nën nuk vlente askund. Familja e tij filloi të më përbalte në qytet. Më quanin të çmendur. Thoshin se kisha braktisur fëmijët vet. Thoshin se unë isha e pavlefshme. Unë jetoj në Zvicër dhe familja ime më shikonte me keqardhje. Ishte torturë psikologjike. Para 3 vitesh rastësisht pash në rrugë burrin tim. U rita brenda ditës 30 vjet. Ishte bërë i gjatë me fytyrë të rritur dhe i thash: qënke me babin biriem. Ai u largua, uli kokën dhe më tha: mua më kanë thënë që ti na ke braktisur. Unë rash në gjunjë në mes të rrugës, as një thik nuk të vret më shumë se fjala e familjes tënd që nuk të njeh. Kam një dhomë të vogël në banesën që jetoj tani. 2 foto, një palë rroba të vjetra, lodra që i kam ruajtur. Një kuti me letra që s'ua kam dërguar dot. Çdo natë i flas lodrave. Fotografive të murit sepse nuk kam më kujt i flas. Sot
Nuk kam përqafuar kur fëmijët. Nuk kam dëgjuar zërin e tyre. Nuk kam parë ditëlindjet e tyre. Nuk jam në mësimet e tyre. Nuk jam në gëzimet e tyre. Nëna jam, por jam pa jetë. Nuk dua para, nuk dua akmarrje, dua vetëm një gjë. Ti shoh vetëm një minutë, ti përqafoj edhe një herë. Nëse dikur një ditë ju riteni dhe e shihni këtë video, dua t'ju them, unë nuk ju kam lënë kurrë. Unë kam luftuar me gjithë botën për ju. Kam jetuar vetëm që ju të jeni të lumtur. Nëna ju pret. Derën do t'ua lë hapur, ditën edhe natën. Unë nuk jam e vetme. Kam shumë nëna që vuajnë si unë. Fëmijë që rriten me urrejtje. Sistemi që hesht. Ligj që nuk funksionon në Ballkan. Nëse dikush dëgjon, nëse dikush ka fuqi, nëse dikush ka zë. Edhe nëse gruaja është divorcuar, edhe nëse jeta ka dështuar, fëmia ka vetëm një nënë. Unë jam akoma gjallë vetëm për një arsye, është shpresa. Shpresa se një ditë kur do të dëgjohet zilja e derës do hap derën, dhe aty do shoh fytyrat e mia, do i përqafoj dhe jeta ime do filloj përsëri. Deri atë ditë, unë jam nën pa fëmijë. Dhe kjo është vdekja më e dhimbshme që një njeri, në fakt, mundeshte që ta përjetonte. Këto janë lotët e kësaj nëne. Ky është trishtimi që kjo nën mbart, do me thënë historia tregon që këtë e ka ndarë shumë herët nga familja. Në atë kohë ka jetuar në Maqedoni, tani jeton në Zvicër. Ka trokitur në të gjithë dyert e institucioneve, por nuk ka marrë një përgjigje. Do me thënë të gjitha kanë heshtur, ndoshta nga ky fenomeni që miku është më i fortë se ligji dhe ne do respektojmë mikun. Fatkeqësisht shumë nëna shqiptare vuajnë nga këto fenomene sepse burrat e tyre ju marrin fëmijët, mundohen ta akmeren, mundohen që t'ju thyen shpirtin dhe ato duan të gjejnë paqe diku. Por si mund të vazhdonte jetën një nën që e dinte që diku ka një fëmijë, e dinte që ai fëmijë e do me shpirt, por është rritur me faktin që nënat ka lënë, nënat të do, nënat ka braktisur, histori që unë në këtë rubrik kam patur fatin shpesh t'i takoj. Dhe të këto nëna kam ndjerë dhe kam parë dhimbjen, kam parë trishtimin edhe humbjen e vetes së tyre në botë dhe shpresën e madhe që një ditë do të takojnë këto fëmijët. Krimi më i madh që mund të bësh në jetë është të largosh nënën nga fëmia dhe mos e bëni këtë gjë.